Pritshmëritë për sezonin turistik në Himar këtë vit janë të larta, ndërsa sinjalet e para tregojnë për nisje mjaft pozitive. Sezoni veror 2026 duket se ka filluar mbar, jo vetëm për sa i përket interesit të turistëve, por edhe fal aktiviteteve të shumta të organizuara nga bashkia, të cilat kanë sjellë një gjallëri të re në qytet. Banorët e Himarës shprehen se ndjejnë qartë ndryshimin këtë vit. Sipas tyre, vëmendja shtuar nga ana e bashkisë dhe kryetarit Vangjel Tavo ka ndikuar dukshëm në përmirësimin e atmosferës, sidomos në aspektin kulturor dhe artistik. Organizimi i eventeve të ndryshme, koncerteve dhe aktiviteteve në hapësira publike ka krijuar një klimë më tërheqëse, si për vendasit ashtu edhe për vizitorët. Kjo energji pozitive është reflektuar qartë edhe në 3 ditët e para të çeljes zyrtare të sezonit turistik. Qendra e qytetit dhe zonat bregdetare janë mbushur me njerëz, muzika dhe aktivitete që kanë sjellë një ndjenjë feste të vazhdueshme. Mbrëmjet janë karakterizuar nga prania e lartë turistësh dhe një atmosferë dinamike që premton shumë për muajt në vijim. Është shkëlqyeshëm. Më bukur s'ka ku të vej. Nga keni ardhur? Ne nga Palasa. Jemi nga fshatrat këtu. Kemi kryetarin që për çdo gjë në kryet, për çdo gjë. Për probleme, për hallet, që kur ka ardhur i ka dhënë shumë gjallëri jashtë mase. Më përpara nuk ka patur, ka munguar kjo gjallëri. Na ka munguar jashtë mase. Kemi qenë të harruar që kur ka ardhur kryetari i ri, shqyr Zotit, inshallah kështu të vazhdoj. Tash ka ndryshuar jashtë mase, që me ardhjen e kryetarit të ri, Zotit Vangjel Tavo, çdo gjë ka ndryshuar. Shumë ka ndryshuar. Edhe atmosfera festive, edhe aktivitetet. Po flasim në përgjithësi që kanë ndryshuar shumë gjëra. Është për neve banorët këtu, se unë kam lënë Tiranën dhe kam ardhur jetoj në fshatin tim në Palas. Edhe dje i kënaqësi kam që në 2007 që jetoj këtu. Edhe jam krejt ndryshe në krahasim me vitet e mëparshme. Edhe turistët dhe pushuesit që kanë zgjedhur Himarën për të kaluar pushimet e tyre duken të kënaqur. Ata shprehen pozitivisht për organizimin e mbrëmjeve festive dhe për mikpritjen që gjetën në qytet. Shumë prej tyre vlerësojnë jo vetëm bukuritë natyrore të Bregdetit, por edhe përpjekjet për të ofruar eksperienca të larmishme kulturore. Atmosfera e krijuar gjatë këtyre ditëve të para ka ndikuar që pritshmëritë për një sezon të suksesshëm të rriten ndjeshëm. Turistët parashikojnë një ver të mbushur me aktivitete, argëtim dhe shërbime cilësore, duke konsideruar Himarën një nga destinacionet e preferuara në jug të vendit. Pushuesit shprehen se nëse ritmi dhe organizimi vazhdojnë në të njëjtin nivel, sezoni turistik 2026 do të jetë ndër më të suksesshmit për Himarën në vitet e fundit. Është shumë bukur, shumë qef, do kënaqemi shumë. Shumë bukur është. Është era e parë që? Po. Nga jeni ju? Nga Vlora. Është një atmosferë festive, kjo e krijuar edhe nga Bashkia e Himarës, edhe me suportin e kryetarit të bashkisë. Së Leskoviku ndjehemi shumë të privilegjuar se kënaqemi pjesë në hapjen e këtij sezonit. Pjesëmarrja është e kënaqshme. E kalon. Është tepër e pranueshme, sidomos për fillimin e sezonit. Jemi gjithë kënaqur, sidomos jemi në pritje për 6 muaj, kështu që duaj kjo. Është tamam hapje. Shumë e këndshme, shumë e bukur. Na jena pjesë e panairit, na kanë ftu si vjet Bashkia e Himarës, edhe gjithçka është perfekt. Uroj që të kënaqen krejt. Shumë mirë. Mirë shumë. Sezoni turistik mendoni do të jetë suksesshëm? Po besoj se po. Gjithë bregu, besoj. Me këto që po ndodhin situata ndërkombëtare, kështu që do kemi turizëm vendoj. Edhe shumë flak. E bukur. Çfarë po të pëlqen? Po a pëlqen muzika edhe ka shumë gjëra që i pëlqej. Është era e parë që vjen Himar apo ka ardhur? Kam ardhur. Edhe jam këtu për të festuar. Të pëlqen deti këtu? Shumë. Nisja e sezonit turistik konfirmon potencialin e madh që ka Himara për të tërhequr vizitorët vendas dhe të huaj, duke kombinuar bukurinë natyrore me një ofertë gjithnjë më të pasur kulturore dhe artistike.